Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Jemi sot në këtë studio për të diskutuar rreth aktualitetit në këtë emisionin Avantazh, pasi shikojmë që vera ka filluar, temperaturat po rriten, por gjithashtu edhe temperaturat në situatën politike po rriten dhe qytetarët kanë dalë në protesta dhe po protestojnë prej ditësh në Tiranë. Jo vetëm, por edhe në qytetet tjera të Shqipërisë. Dhe për këtë qëllim ne do të flasim sot që të shikojmë se çfarë po ndodh në realitet dhe si mund të jetë situata, si mund të bëhet më mirë. Për këtë qëllim kemi ftuar në studio zotin Gjergj Nezha nga Franca, si dhe një avokat nga Vlora, zotin Gjergj Shele, i cili është afër ndodhive në Vlorë dhe do na tregoj edhe më tepër rreth gjërave që ne nuk i dim, sepse jo të gjitha thuhen nëpër ekranet e televizionit dhe ne kemi nevojë të dim edhe më tepër. Atëherë mirë se erdhe Gjergj në emision, edhe avokat mirë se erdhe. Aristotel, faleminderit, përshëndetje Gjergj Shele dhe Adash. Përshëndes. Shiko, për hir të së vërtetës, më mirë vonë se sa kur, thot një fjalë popullore, dhe protestat kanë filluar, do të kishin filluar më shpejt. Jetojmë në një sistem kaotik ku pushtetmbajtësi është një figurë e cila është bërë e padurueshme për popullin shqiptar, pasi bën vetë gjyqësi me kokë të vet, rëmben prona, nuk i lë shqiptarët të investojnë dhe të rriten në pronën e tyre, por Shqipërinë e ka bërë 1 euro për të huajt dhe ka shumë burokracira në për gjitha institucionet shtetërore, që nga kadrastra, OSHE-ja, në për spitale, në arsim, në kudo ka një burokraci të papar dhe një diskriminim të shqiptarëve brenda truallit shqiptar, brenda Shqipërisë londineze që thuhet. Atëherë, si e mendon Gjergji, duke qenë se jeni më larg, jeni në Francë, si keni parë këto lëvizjet dhe këto ndryshimet? Sigurisht që protestat duhen, por cili është mendimi juaj rreth tyre dhe si shikoni ju që andej? Protestat i shikoj si një ngjarje historike për kombin shqiptar. Atë që nuk e bën dot në 91-shin të përmbysin diktaturën, është një shans i artë të përmbysim sërish diktaturën. Pra Shqipëria, slogani që dolëm ne me Aleancën Kombëtare, me Lena Kocaqin dhe me partitë tjera të vogla, ishte t'ja kthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Dhe niseshim nga slogani i Shqipëria shqiptarëve i linjes kombëtare me në krye Mitat Frashërin. Dhe më vjen mirë që protestuesit kanë dalë me sloganin ton dhe është koherent. Dhe protestuesit duhet të jenë më të kthjellët dhe të kërkojnë që si bëhet Shqipëria e shqiptarëve, sepse të gjithë duan Shqipërinë e shqiptarëve dhe është momenti t'ju rikujtojmë që nuk na votuan kur kërkuam që pyjet, kullotat, malet t'ju kthehen shqiptarëve. Shqipëria është e shqiptarëve, ku shqiptarët janë zot, ku janë në pronën e tyre, pra pronë, liri, demokraci. Ligji numër 2 i kushtetutës thotë që kushtetuta mbron pronën, dhe këta e kanë ndarë vetëm në fush dhe kullota, male, brevet, pyje, këta i kanë darë dhe i kanë glabruar me Shqipëria 1 euro, me PPP, me investor strategjik, me lloj-lloj formash, dhe kush ka përfituar? Kanë përfituar pushtetarët, një element të mafjes, të gjithë trafikantët shqiptarë ndërkombëtar që kanë qenë dhe kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë pashtruar parat, pra kanë marrë xhiret, bregdet dhe shqiptarët e shkret. Pse ikin shqiptarët e shkret? Janë emigracion, ikin për asësi? Jo. Shqiptarët ikin sepse ata shqiptarë që nuk duan të vjedhin, që nuk e pranojnë vjedhjen, ikin. Ata shqiptarë që nuk marrin pjesë në mashtrim, që nuk marrin pjesë në krim, ikin. Dhe situata është jo, që duhet kthejmë Shqipërinë shqiptarëve, duhet ja kthejmë me moral, me dignitet, me pastërti, dhe Shqipëria është e shqiptarëve kur e duam Shqipërinë. Dhe në moment që nuk e duam, ku shqiptarët vetë kanë votuar në 91-shin, 92-shin e deri sot kanë votuar ligje antikombëtare, pra një ligj që e njeh pronën qytet dhe se një në fshat, një ligj që nuk njeh. Pra u prishën kooperativa, statusi kooperativa thoshte që kur prishet kooperativa toka i kthehet atij që i ka marrë. Pra
kullota, mali, pyet i ktheshin atij që e kishte. Dhe kjo nuk ndodhi. Kjo për fajin e shqiptarëve se votuan gabim. Kishte dy parti, Partia Republikane dhe Partia Agrare 92-shin, që kishin programin të kthehet. Partia Republikane tek tokat e Kizoti, Partia Agrare me reformën e 1946, që kishte reforma më sociale dhe më e pranueshme për Shqipërinë. Gabimet që kanë bërë atëherë i vuajnë sot. Dhe është momenti, pra nuk duhet të kërkojmë protest, duhet të kërkojmë reforma që e rilindin Shqipërinë dhe e pranojnë ekonominë e tregut. Pra, kur thua kapitalizëm mbështet mbi pronën private, kur thua komunizëm mbështet mbi pronën socialiste dhe kolektivizimin. Këta nuk e pranojnë kapitalizmin, nuk e njohin kushtetutën, por ama njohin PPP, partneritet strategjik, investor strategjik, dhe këtu investitor strategjik janë, për shembull, tani në Zvërnec na del një rus dhe një bulgar. Rama shkon në Zvërnec, po nuk na tregoi pse ky rusi dhe ky bulgari ka 50% aksioneve dhe 50%. Pra, ky rusi dhe bulgari janë nga mbrapa është Gazpromi rus. Rama këtë nuk na tregoi dhe këtë dua që ta thellojmë. Po, atëre, për të së vërtetës, më duhet të them që duke ju ndjekur, nuk është problemi se kanë vepruar keq që në fillim, por këta kanë vepruar të orkestruar në atë formë, të vetëdijshëm që do bënin keq për zhvillimin kombëtar të këtij vendi, dhe ja ku jemi përballë faktit që Shqipëria jo vetëm që nuk po faktorizohet, por po në përkëmbet në drejtat e saj, jo vetëm nga fqinjet, por nga gjithë Evropa. Gjithë ambasadorët evropian këtu gjejnë parajsën, me paga maramëndse, se në Evropë nuk mund të marrësh të përfitosh ato paga si këtu, dhe këtu që ja që ndodh kjo gjë. Megjithatë, le të shikojmë se çfarë ka ndodhur në Vlorë, meqense sot kemi avokatin Gjershele dhe ishte afër aty në ngjarjet e Zvërnecit, duke qenë se një nga televizionet kombëtare ka sjell një intervistë me një shqiptar që ka ikur në Amerikë në ata të 97-ës, që një televizion tjetër lokal i ka nxjerrë njerëz të bandave apo të mafjes organizuar, dhe çuditërisht ky person kishte marrë edhe disa qindra hektar aty, por a është e vërtet dhe çfarë ndodh? A janë pronarë të vërtet ata që pretendojnë, apo janë bërë letra falso, edhe gjithë kjo është një lojë e orkestruar drejt për drejt nga ata që janë të interesuar që këtë vend ta kapin dhe ta rëmbejnë? Unë bashkoj me mendimin tënd, Aristotel, që realisht në Shqipëri gjërat janë ndërtuar keq. Do të thënë, në vitet 91, 92 dhe në vijim që kaloi nga sistemi totalitar në sistemin demokratik, u bën veprime ndofta edhe të qëllimshme, se që po vinë gjëra tani, që nuk u hodhën themelet e një shoqërie demokratike. Dhe Shqipërisë sot i mungon bazamenti demokratik i një shteti demokratik. Dhe unë abitem se si ne pretendojmë të futemi në Evropë kur nuk kemi bazament. Nësë kemi, kam parasysh një politikan që erdhi së fundi tani për çështjen e Zvërnecit dhe tha i Evropës, tha që ju duhet të implementoni në Shqipëri ligje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, por nuk është e rëndësishme tha që ti keni këto ligje. Pra ne nuk i kemi akoma ato ligje. Ligjet këta i kanë bërë si kanë dashur vetë. Duhet dhe të mbrojnë ligjet ta. Jo, këta ligjet i mbrojnë aty ku duan dhe aty ku nuk duan, i din ata si i bëjnë, por problemi qëndron këtu. A ka vërtet një pronar që ka aq shumë toka 600 hektar aty në atë zonë të mbrojtur që është lagun dhe që nuk ka qenë kur në historitë toke punueshme? E kap problemin më thellë. Unë nuk i shikoj gjërat bardhëzi. Unë i shikoj me ngjyrat e Ilberit. Çfarë do të thotë me ngjyrat e Ilberit? Kemi ne legjislacion që të mbroj zonat elitare në Shqipëri. Evropa që ne pretendojmë dhe militojmë të vemi, gjë e parë njerë duhet të plotësosh legjislacionin. Vetë diplomati huaj tha ju s'keni mbushur legjislacionin që duhet në këtë drejtim. E para njerë. Pra, në qoftë se nuk ke një legjislacion,
Për këtë drejtim, ti nuk duhet edhe asnjë një hap për të dhënë leje dhe të miratosh leje për të bërë ndërtime. Po. Është çështje tjetër, a është X pronar, a është Y, apo është shteti. Se në pamje të parë, nëse ne duam të krijojmë zona elitare, të cilat të jepen për zhvillime dhe tuajve për zhvillim që të japin hovë ekonomisë dhe impuls, në parim kjo nuk është gjë e keqe. Po problemi është që tek ne nuk është plotësuar dokumentacioni ligjor që të normoj çështjet për të aderuar në Evropë, por dhe çështje që i përkasin rëndësisë kombëtare, sepse ne jemi një vend i vogël dhe kemi pak territor, ne jemi si Greqia që ka miliona kilometra katror. Dhe do të thotë që nëse ne abuzojmë me këtë territor kaq të vogël sa kemi, ne nuk ekzistojmë më nesër. Unë kam parasysh në vitet 90 që kam qenë student, kisha një pedagog i cili kishte njohur botën dhe thoshte ne kemi shansin që të bëjmë një turizëm elitar që nuk e ka asnjë vend i botës, dhe të bëjmë lider në turizëm. Po ç'a ndodhi? Më fal, ç'a ndodhi? Merë Vërmilndi, te rrugët e bardha, që ishte perl, bunkerizim komplet, shkatrim mali, betonizim, e deri në Sarand betonizim total. Tani vim te Zvërneci, a është pronari i ligjshëm ai që thotë kam kaq hektar apo s'është? Ajo çështje tjetër, nuk më ngacmon mua ajo. Mua më ngacmon fakti se ato zgjidhen, mua më ngacmon fakti që a duhet të bëhet Zvërneci me beton apo s'duhet të bëhet. Kemi, përfitoj nga rasti që të them, kur Odisea u kthye nga lufta e Trojës, kur Odisea u kthye nga lufta e Trojës, kaloi te ishulli i Sirenave. Ishulli i Sirenave është Sazani. Kaloi te ishulli i Sirenave, të cilat donin që ta azjesonin Odiseën për atë që kishte bërë në Trojë, për të marrë ndaj grekëve. Dhe ky ishull është ishull mistik. Është një tempull mistik i cili duhet të ruhet për një pasuri kombëtare. Jo dhe maq, po dhe ajo thënia open susam hapu Sazane kështu me radhë, ka diçka mistike vërtet aty që ne nuk na tregohet. Por ne këto mund t'i trajtojmë në emisione të tjera për misticitetet e asaj. Jo, kisha në këtë, më falë, Aristotele, kisha në këtë prizëm, që në një tempull mistik ti nuk mund të bësh abuzim dhe të ndërtosh vila mbi një pasuri kombëtare të këtij lloji. Sigurisht. E kupton? Qofshit kush të doj, se dikush për shembull ose politika përpiqet ta paraqesi jo nxisi këta, jo nxisi ata, jo amerikanët, jo ajo. Por zotëri, do ajo, kam respekt për Ivana Trumpin, do tokë t'japun ca dyrim në ato që ka në fshat. T'ja fal për atë që ka bërë për Shqipërinë. Po te ky tempull që është mistik, s'duhet vendor. Ata nuk vin për dynim, vin për hektar. Dhe vetë komunizmi nuk e ka cënuar atë. Po ta shikosh, ka disa ndërtime të thjeshta, estetike dhe nuk është cënuar. Sazani duhet ngelet vend pelegrinazh i mbrojtur vetëm për vizitë. Atëherë, vlonjatët reaguan në këto ditë dhe u bën një simbol për lëvizjen e gjithë Shqipërinë të protestave. Por a mendoni se vlonjatët duhet të kishin reaguar më herët, apo duhet të ishte një protest edhe më e zgjeruar? Shiko, në Shqipëri, për të së vërtetës, ndodhi ajo që tha profesor Nezha, që njerëzit në pa drejtësit filluan të praktisin masivisht vendin. Për shembull, ke fshatra të tillë në zonën Andea në Vlorë, ke Tragjasin, ke Dukatin që kanë vila shumë të bukura dhe kanë praktisur s'shikon asnjë njeri. Këta njerëz kanë ikë për ekonomi, këta kanë ikë për dëshpërim. Dëshpërim një dhe nga qeverisja e keqe, nga mos gjetja e të ardhmes. E të ardhmes e të së vërtetës, sepse kanë mbështetje, ndjen të kërcenuar nga sulmet e drejt për drejta të atyre që janë... Po pikërisht, më falë, tani kur shikojmë për shembull që vjen një politikan i huaj, një Amerikan, për Amerikën shqiptarët janë vrarë, kanë bërë burgje masive, janë persekutuar, e kupton, e kanë pas ëndër. Tani si ka mundësi që vjen një investitor, vajza e një presidenti të botës, edhe abuzon në një vend që nuk duhet të abuzohet. Kur ne presim në ata që të na mbrojnë, jo të vinë të abuzojnë të ne, kupton? Mirë, Gjergjë, po kthehemi edhe një herë tek ju. Si ju duket mënyra e organizimit të protestuesve? Çfarë mund të bëjnë më mirë ata dhe si mund të jetë kjo protest edhe më e suksesshme?
Protesta që tjetë më e suksesshme duhet jetë më e hapur për publikun, më e gjerë, të kontrollohen ata që flasin dhe shajnë ofendojnë. Ne nuk jemi as kundra Izraelit, as kundra Amerikës, as kundra njërit. Ne jemi për Shqipëria aty përkatësi shqiptarëve. Ne jemi që investitor të jenë shqiptarët dhe ne jemi që prona, pra protestuesit duhet të kuptojnë dhe gjithë shqiptarët kudo në botë duhet të kuptojnë që alfa, çdo gjë fillon me pronën, pra adhe baras pronë, pa pronë nuk ka adhe. Dhe që ti kthesh adheun Shqipërinë shqiptarëve duhet t'i kthesh pronën. Pra ti duhet japësh kullotën, malin, pyllin. Dhe në qoftë se neve nuk kemi investime as nga shqiptarët, as nga të huaj, tregon që neve kemi problemi se pra prona, mosgjidhja problemit e pronës është pengmarrja e Shqipërisë dhe e ka mbajtur peng, pra Kastile e ka mbajtur sepse kanë ditur çfarë ka bërë që ta glabrojnë vetë. Dhe ne jemi, pra protestuesit duhet të kërkojnë që glabrimi merr fund kur bën reformat e duhura për pronën. Pra në qoftë se protestuesit kërkojnë Ramaik, Berisha-Burg, këto janë thjesht fjalë trotuari i merrera dhe s'gjet asgjë. Pra thelbi, cili është thelbi? Pra duhet të dinë çfarë kërkojnë. Ti kërkojnë Edi Ramës, zotëri, ky Bullgari dhe kjo Bullgari dhe ky Rusi, çfarë do që del 50% aksioner në Zvërnec? Kjo nuk është trajtuar seriozisht. Këtu do të këngulin, ne kemi nxjerrë në qendrën kombëtare të biznesit pronar del një rus dhe një bullgar. Nga mbrapa është Gazpromi rus. Pra është ndërhyrje e Rusisë në Shqipëri, cënon identitetin, cënon pavarësinë. A kërkojnë që për momentin gjasme të bëjnë ca hotele dhe mbrapa të bëjnë një platformë gaz mbajtëse për Rusinë, a ka minerale të ralla aty poshtë, pra kur ka tokë argjilore, ka dhe minerale të ralla. Shqiptarët duhet ta dinë që komet e varfra, komet e paditura shfrytëzohen, vidhen, sepse mund të ketë minerale të ralla dhe ata bëjnë gjasme ndërtime dhe grabisin pasurinë kombëtare. Sot ka satelit, ka teknologji të sofistikuara që i dinë ku janë burimet natyrore dhe duhet të bëhen verifikime. Këto janë hipoteza, por duhen verifikuar. Por nëse ne nuk zgjidhim problemin e pronës, nëse nuk kemi pra, nëse nuk pranojnë kapitalizmin, nëse nuk pranojnë pronën, shtetin e drejtës, jo në Evropë, po ne nuk dim çfarë kërkojmë. Pra, shqiptarët duhet të dinë çfarë kërkojnë. Unë ju kërkova, ju propozova që të bëjmë një korrigjim, pra një ajo padrejti që ju shoqëroj, që ju bë shqiptarëve ta korrigjojmë dhe të rikthehemi në standardet e një shteti demokratik. Gjergji, për të së vërtetës që të mos hall Akademi, nëse mund të jap një ide dhe unë, tani normal që ne jemi në këtë studio për të nxjerrë një konkluzion, pavarësisht se unë jam moderatori, por do më pëlqente të hidhja dhe një ide, meqense mund të, meqense e njoh situatën dhe se çfarë bëhet. Unë për mendimin tim personal, gjithë protestuesit duhet të kërkojnë një gjë, dorëheqjen e kryeministrit, të tjerat pastaj rregullohen, nuk duhet të kenë dy kushte dhe nuk duhet të negociojnë, nuk duhet as të ulen në tavolinë me kryeministrin, por duhet të kenë vetëm një kusht dhe ndalesa e protestës do të jetë vetëm kur kryeministri të dorëhiqet. Dorëheqja e kryeministrit do të thotë lirimin e postit dhe zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme. Pastaj aty mund të përcaktohen. Një sekond, ai thotë që unë jam legjitim për ka zgjedhur populli me 800.000 vota. Shqiptarët në Shqipëri dhe në jashtë territorit shqiptare nuk janë 800.000 vota, janë 2 milion vota. Mungojnë 1.200.000 vota ose 1,5 milion vota mungojnë. Pra, je legjitim kur ke shumicën e shqiptarëve, jo shumicën që do ai. E kemi thënë që shqiptarët nuk kanë votuar se nuk kanë pas besim te sistemi i votimit në Shqipëri dhe ato 800.000 vota dhe ato janë të manipuluara. Kështu që është gjë e kotë që mburet ai me 800.000 vota. Jo, nuk është problemi, Shqipëria është një koncept tjetër. S'është as 800.000 vota, as 2 milion vota, sa thot i Gjergji. Shqipëria është e gjitha atyre brezave që kanë punuar për Shqipërinë, e këtyre që janë sot dhe atyre do vinë nesër. Dhe kushdo që vepron në kundërshtim me interesin kombëtar, këtu nuk shtrohet më problem votash. As të bëj rolin, si thot zoti kryeministër, që unë s'ka shans se unë do e bëj thot se s'bën. Po nuk e ke Shqipërinë tënde, zotëri, Shqipëria është e të gjithëve.
Bile s'ka njerëz që kanë dhënë kontribut për këtë kom dhe s'kanë marrë asgjë. Unë po t'isha në vend të tij sot, ai u vel në karike kaq vjet, ka punuar mirë siç thot, njëtë dhe në aktin e dorëheqjes si qytetar, të mblidhet një grupim intelektualësh se s'ka zgjidhim gërçin dhe është e thjeshtë që s'ka asgjë, hajta bëjmë më mirë Shqipërinë, s'ka ndonjë problem këtu. Këtu janë gjëra të thjeshta. Po t'jetë që t'jetë, domethënë, me drejtësi dhe me njerëzillëk. Nuk është problem votash. Ajo është diçka që sot njerëzit mund të votojnë, nesër s'të votojnë, s'ka të thotë. Është diçka që... A mendoni se protestuesit do të organizohen dhe të gjejnë në çdo rreth njerëzit e përshtatshëm për të organizuar protesta në çdo qytet, Gjergj? Po protesta duhet të jetë sa më spontane, sa më gjerë dhe sa më hapur. Nuk bëhet fjalë as për të majtë as për të djathtë, bëhet për të majtës dhe të djathtës. Dhe Shqipëria është tamam e shqiptarëve kur shqiptarët marrin fatet e tyre në dorë, kur e kuptojnë që ju mungon prona, kur ju mungon baza dhe kur ju mungon prona, ju mungon adheu. Shqiptarëve jashtë, të gjithë shqiptarët në gjithë qytetet e Evropës shoh që shqiptarët janë ngritur. Kjo tregon si mori Edi Rama këto vota, edhe miku im Gjerçene më tha si mori këto vota kur janë ngritur këta në gjithë Evropën. Pra shtonon dhe pra duhet transparencë. Mungon transparenca. Edi Rama nuk po bën transparencë, nuk po thot kush është rusi, nuk po thot kush është Bullgaria, ç'duan këtu në Zvërnec. Pra transparenca mungon sepse ata kanë monopolizuar dhe e kanë glaburuar Shqipërinë. Shqipëria nuk është prona ime as e jona, është e shqiptarëve. Dhe ne i kishim në slogan t'ju kthejmë Shqipërinë shqiptarëve, por nuk mund t'ju kthejmë kur ata nuk duan një forcë politike që del me një program konkret. Ata nuk lexojnë programin, ata janë njerëz të manipuluar dhe shesin votën. Dhe në momentin që nuk e kuptojnë dhe nuk reflektojnë, nuk ka zgjidhje. Zgjidhja vjen nga ndërgjegjësimi. Unë kam 20 vjet që kërkoj të ndërgjegjësoj. Nuk kërkoj pasuri personale, kërkoj pasuri publike, shqiptare, ti ndërgjegjësoj, ti bëj me histori, ti bëj me identitet, me inteligjencë. Pra ti pastroj nga mashtrimi. Dhe nëse i kemi pastruar nga manipulimi me një shkollim cilësor, atëherë kemi rilindje kombëtare. Dhe këtu është thelbi. Po, me le, mund të apërësat. Po, desha të diçka që kuptohet që në kohën e sistemit komunist nuk e diskutojmë atë pjesë, flasim në vitet 90 edhe këtea, unë besoj që protest më brillante dhe më do me thënë njerëzore, se sa këto që janë tani, nuk ka parë në njerë shoqëria shqiptare. Para disa vitesh kam parasysh ish ambasadorin Amerikan zotin Donald Lu, i cili ka qenë një ambasadorët që ngriti më shumë do me thënë zërin për padrejtësit në Shqipëri, dhe arriti në një intervizë dhe tha, kur shikoj juve më duket si kur shikoj një tuf delesh. Do me thënë, shoqëria ishte në apati në atë periudhë, kurse sot është një zgjim shoqëror, një vetdije që ta habit. Shikon shtresa shoqërore, riniet, adoleshent, të moshuar, të cilët e kanë rebelim, dhe ky rebelim nuk erdhi thjesht nga çështja e Zvërnecit. Ky rebelim është i akumuluar ndër vite, dhe tani shoqëria po del nga ajo në gjumi letargjik. Është rebelim në kuadër të papunësisë, të varfërisë, të rinj të shpersonalizuar që në një shoqëri që janë mbushur buxhet plot, në një shoqëri që ka degraduar totalisht arsimi. Ku e ka të ardhme rinia? Ne jemi vetë prindër, edhe mendojmë për të ardhme e fëmijëve tanë. Ku do venë? Do me thënë, vetë forma e qeverisjes, për qëndrimin dhe disa duar oligarkësh i tër kapitaleve, kupton? Ja mori frymën shoqërisë. Po është një sistem i tërë ngritur përmes bazës së mbështetjes te patronazhistët dhe militantët, si dhe një pjesë të pensionistëve, të cilët janë akoma. Po sa do vazhdojmë me patronazhistë, me survejime, me goditje intelektualësh, se edhe Enver Hoxha që ishte diktator, vrau intelektual, po mbajti dhe intelektual, ose vrau intelektual, pregatiti dhe intelektual. Pse, sepse do të ta mbante sistemin. Kurse këta po e shkatrojnë fare, dhe është personalizuam. Ku është inteligjenca shqiptare?
Kush inteligjenca? Ti bësh rolin e interesantit ti një popull që është duke vdekur për bukë dhe ti del me 700 roje që të ruajnë, s'është ndonjë filozofia, e kupton? Mendoni se Rama e ka të i kaluar kohën për të qëndruar në pushtet? E ka të i kaluar jashtë mase. Unë kam qenë që e kam votuar në vitin 2013. Si dhe ne E kam votuar, jo, unë e kam votuar me një ide që duke qenë që Berisha e la Vlorën mbrapa në investime dhe ashtu, ardhja Ramës i dha impuls në disa drejtime dhe bëri disa investime që nxori qytetin nga gjendja që ishte. Kjo është e vërteta. Sot si është Vlora? A e mbështet Ramën? Kurse në vijim të procesit, se kjo është ai cikli që themi ne, cikli politik. Që çfarë do të thotë? Që nëse unë si kryeministër, për shembull, mund të jem njeriu më i mirë në këtë vend, mund të jem punuar më shumë në atë tërë, po vjen një moment politik që mua më djeg. E kupton? Domethënë më thot hap krahun. Dhe në këtë moment politik, njeriu zgjuar hap krahun dhe jep dorëheqje. Nuk e teston. Jo, po pikërisht, kur ti thua që s'ka shans që të mos bëhet sa ti jem unë zërnjaci, mua më nxjerr konkluzionin që ti tani kundërvihesh me gjithë masën dhe kërkon ta çosh në arshiv vendin, e kupton? Këta pushtetin e kanë kapur me këmbë dhe me duar. Ti presësh një dorë, do se në pikpamjen tjetër me dy këmbë. Më fal, se do flas diçka, domethënë kuptimi që kryeministri nuk ka as shkollë më shumë se sa mua dhe as edhe me moshë jemi aty për aty. Po të zëmte kontributet kombëtare pastaj nuk i dihet, e kupton? Problemi është që për mua Zvërneci, manastiri i Shëmërisë, Zvërneci, që është një vend shumë i shenjtë, dhe Sazani, shto dhe Karaburuni për shkak se këta nuk janë qepur vetë Sazani, dhe do dalë dhe Karaburuni. Karaburuni ka 1600 lloje bimësh të ralla që nuk gjenden në asnjë vend të botës. E kupton? Shto konceptin tim që kam për mbrojtjen e mjedisit dhe gjitha ajo perë që ka bërë Inia se ato pisha kanë bërë me vullnetarizëm në vitet 50, gjitha perë që u bërë në kohën e komunizmit, duhet të ruhet dhe atë ishte një relaks për shëtitje, me biciklet, me këndelojrash, me gjithat leta, pa e cënuar fare mjedisin. Të vesh të gjithë relaks në zhurmën e zogjve. Hotele ka Vlora vend e plot, prishet çolen komplet, bëje vila për luks, çfarë të duash, e kupton, nuk ka asgjë. Tashi Vlora e tregoi realitetin e saj me Zvërnecin që protestoi, po si është gjendja shumica e qytetarëve ose cila është mbështetja e qytetarëve ndaj kujt është, ndaj realitetit apo ndaj politikës aktuale? O Aristotel, duke lidhur dhe me atë që tha profesor Nezha, se profesor Nezha thot për prona është diçka që është, ne po themi për thelbin. Ne s'kemi bazament të një shtetit demokratik. Ti s'ke demokraci, a i thot mua prona. Prona është një degë e demokracisë. Po pra, duhet... E kupton? Dhe në qoftë se për shembull cënohet pak liria e pronës për shkak të një lirie më të madhe, kompensohet nëpërmjet ekonomisë, formave të tjera, po kur ka demokraci, unë personalisht e kam thënë dhe e them edhe ta dëgjoj dhe populli shqiptar që nga Shkodra deri në Sarandë nuk ka nevojë për teorinë që kanë hedhur këta korridori jonian. Në qoftë se shkatrohen pishat bregu i detit, Shqipëria nuk ekziston më. Do kthehet në Katraur. E kupton? Po mirë, vlonjatët çmendim ka. Më fal. Për gjatë gjithë breg detit, tërë fshatrat që janë në afërsi të detit mund të kthehen në hoteleri në identitetin që kanë. Nuk she thënë që të vesh buz detit ti ta bësh hotelin dhe të flesh atje. E kupton? Populli i Vlorës në masën më të madhe është në emigracion, një pjesë e madhe janë të pakënaqur, po një pjesë dhe nuk i kupton këto që themi ne. Bunkerizimi i qytetit, betonizimi është katastrofë mjedisore. E ka humbur gjithë Shqipërinë, se asnjë se voton, e votojnë vetëm ata që janë në administratën e shtetit në Afrika. Dhe ata nuk e duan, po në halli se i ruajnë qa flet e qa bën. Akoma Shqipëria vazhdon qa tha Aristoteli i qa tha Gjergji. është për të qarë hallin, e kupton? Duhet të anëzjerim këtë vënd në arsira, që dali këtë vënd në arsira duhet të vlerësohet mendja. Në këtë vënd të vlerësohet mendja, të lartësohet mendja si ishtë dikur, të afrojnë diturisë njerëzit. Brezi i ri të eci drejt horizonteve të ketë shije jete. Nezha, si e parashikon të ardhmen, çfarë do ndodhi, si e parashikon ngjarjet? Ngjarjen e parashikojnë, nëse protestuesit nuk kërkojnë ndërheqjen për pra vendosjen e themeleve të një shteti të së drejtës, se shteti i së drejtës bazohet mbi
të drejtat e njeriut dhe mbi pronën. Pra prona, kur prona shkon atje ku duhet destinacion, frenohet korrupsioni, pra kur ka reformat e duhura, nëse krijohet në themelit, pastaj bëhet kati i parë, kati i dytë, çati atje. Ne nuk kemi themelit, ne kërkojmë kështjella në rër. Dhe këtu është problemi që ne kërkojmë kështjella mbi korrupsion. Nuk mund të vazhdoj ku kështjella mbi korrupsion, mbi mafjen, mbi pastrim parash. Për shembull, unë dua paket malesh, paket halesh dhe të vit pastroj parat kujt i teket si duan. Jo, këtu duhet një shtet të së drejtës, po e drejta fillon me pronën. Qofse unë jam shqiptar, unë jetoj në Amerikë, jetoj në New York, ku dua dhe prona është e imja, është dhe shenjtë. Dhe në qofse Gjergji nuk e kapur thelbin akoma, jemi akoma te 1901. Nuk ka ndryshuar Shqipëria. Shqipëria ndryshon, por nuk përparon. Shqipëria duhet të përparoj. Po si të përparojnë nëse nuk e sjellim në shina, pra themelet, krijojmë themelet, pastaj fillojmë të tjerat. Dhe ne nuk kemi krijuar akoma themelet e një shteti së drejtës. Ata nuk e pranojnë. Partia Komuniste Shqiptare është vazhdimi i Partisë Komuniste Jugoslave dhe nuk e pranojnë kapitalizmin. Pra edhe shqiptarët e din shqiptarët që është kapitalizmi. Ky brez a e ka gjën e kapitalizmit? Jo. Ka idenë që të bëj një shkollë infermier, për infermierit ikin në Gjermani. Kjo është zgjidhja. Ne themi të japim alternativë shqiptarëve. Pra protestuesit duhet të kërkojnë që Shqipëria kërkon alternativë, kërkon zgjidhje, nuk kërkon Shqipëria asgjë tjetër, vetë se zgjidhje hapi njerëzit e duhur në momentin e duhur. Dhe nëse nuk ka angazhim nga diaspora që të cili kontingjent të pastër, të ditur, kush do ta bëj aty? Pleqt dhe rinia që bën një shkollë për infermierit në Gjermani, si do bëhet kjo? Pra rinia sjell një hof për momentin, por zgjidhja, kush e jep zgjidhjen? Zgjidhjen e jep angazhimi i diasporës dhe transparenca, dhe dashuria për njëri tjetrin. Nëse s'ka dashuri, nëse se duan dhe si do të japë zgjidhjen edhe? Tresoria, dëshira dhe dashuria për të kthyer. I kam punë mirë, më thoshte njëri para disa muash në New York. Tani që ka filluar protestat, do vinë në Shqipëri, thot, se oportunizmi i shumë individëve me që u hap thesi të kap në një post. Jo, Shqipëria është e shqiptarëve, por e shqiptarëve që kanë punuar për ta ndërgjegjësuar, për ta lartësuar. Ata shqiptarë që kanë punuar me indiferentizëm, Marim Gjergji më fal. Kjo është zgjidhja. Marim Aristotel, lutem, se desha ta cek një problem që ka, domethënë, nuk po e shikoj që të trajtohet kohët e fundit. Marim çështjen e detit, kufiri detar me Greqinë, që është një çështje akoma më e thellë se sa kjo e Zoveci. Një sekond, se kjo është një çështje që i përket një qeverisje normale, valla. Deri tani ne nuk kemi qeverisje normale. Ka shumë probleme. Jo, s'më kuptoj, më fal. Po këtë dua të them se është në funksion të atyre pyetjeve që ke bërë ti, që çfarë duhet bëhet me këtë qeveri që është. Jo, unë ideja ime është çfarë duhet bëhet me protestën, çfarë protestuesit duhet të kenë parasysh. Ja ta them unë, më fal, ta lidh pak. Ka një problem, shkurt. Çështja e detit. Nëse Zvornici është një investim që do cënoj atë territorin, ose pronat publike, prit. Jo, më fal. Është një territor, jo, më fal. Është brenda Shqipërisë. Kurse pjesa e detit është që t'japi milje Greqisë. Dhe kjo është më e rëndë akoma. Dhe shoqëria dhe tu duhet sensibilizohet dhe kjo është një arsye edhe më shumë që kjo qeveri duhet t'jap dorëshën. S'duhet të rrim as një sekond. Patjetër. Sepse kam parasysh se ne jemi të shkolluar, brezi jon ka bërë shkollë dhe e di që e kam bërë shumë mirë unë që në gjykatën e Agës, qeveria shqiptare u penalizua nga gjykata e Agës për incidentin e kanalit të Korfuzit. Dhe u dënua dhe i mbajtë Florinin Peng, sepse anglezët thonin që ne ishin ujëra territoriale dhe na minuan shqiptarët. Pra ishte 13 milje. Anglezët kanë organizuar ishte 30. Tani, më fal, vetë protestuesit, kjo protestë që është bërë është një protestë qytetare, gjitha shtresave shoqërore dhe spontane.
faktori politik, opozitar, nuk duhet të ri të hezitoj tani, dhe nuk mund ta injorojnë, pavarësisht problemeve që mund të ketë e djatha edhe kështu. PD-ja është bërë një me PS-n. Nëse PD-ja është bërë një me PS-n, atëre marisat amerikanë të vinë në Shqipëri dhe në bashkëpunim me organet kompetente të bëjnë nuk si do bëjë. Nuk e zgjidhin vetë problemin. Po si të zgjidhësh pastaj? Si do ta zgjidhin? Zgjidhja është kjo. Kur ato dy parti janë bashkë. Shiko tani, shqiptarët i kanë mbështetur logu, ja ky është plisi i logut. Dhe kjo është një nga simbolet e shqiptarëve të cilët e kanë patur për mira vjet derisa sistemi komunist ja hoqi duke shpikur modelin e njeriut të ri. Por megjithatë, nuk dua të shaj asnjë sistem, por dua të them që shqiptarët e kanë modelin e përparimit të tetës përpara, duke u bërë duke përsëritur të njëjtat gjëra që kanë bërë paraardhësit tanë. Pra, nuk duhet ketë antagonizma në këtë protest dhe nuk duhet dali jamuni e ti e ai, por duhet ketë një kryesi. Duhet ketë një kryesi dhe kjo kryesi duhet hapet dhe në përrethe. Është e vetmja mënyrë për të bërë një protest të suksesshme në barë kombëtare. Duhet që të jemi këmbë tokë. Unë këtë mendoj Gjergj, si mendon ti? Nezha. Unë e kam bërë detyrën time edhe ti e ke bërë prej vitesh. Ne kemi bërë ndërgjegjësimin. Ata kanë dalë me Shqipëria shqiptarëve, t'ja kthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Pra e kanë kapu thelbin, por thelbi është që të kërkojnë pak dhe sakt. Ne duam një dorëheqje për të bërë reforma, sidomos mbi pronën për ta sjellë Shqipërinë në që të jetë një shtet kushtetues dhe jo një shtet antikushtetues. Do të thënë, pra një shtet me transparencë, një shtet me llogaridhënie. Nuk mund ta bëj Suedi brenda 24 orëve as brenda një viti, por gjykatat janë të pavarura, por mendoj se ka ardhur koha e kësaj prap Gjergj, ka ardhur koha e kësaj ku vendi duhet të mblidhet përsëri. Është e vetmja mënyrë që shqiptarët të bashkohen. Plisi është simboli i kuvendit të shqiptarëve, simboli i njerëzve që kanë mbajtur për mira vjet dhe i kanë mbrojtur kjo kupola, këtu i kanë mbrojtur shqiptarët. Që kur shqiptarët ja hoqën shqiptarët këtë kupolë, shqiptarët kanë dalë zbuluar me politika e mashtrime politikanësh pafund. Me botë me përtejme. Po pra, kështu që është shumë e nevojshme një organizim i mirëfillt që edhe këta nismëtarët e kësaj proteste të mos dalin individualisht, por të krijon një grupim sa më të gjerë dhe të merret mendimi i të gjithë njerëzve që e duan këtë kombë dhe mos të dalin tashi ai filani president, kjo filania presidente apo ku diun se çfarë me emra të përvetshëm. Nuk është rasti ta atimojmë njerëz, por është rasti të nxjerrim një... Politika nuk është eksperiment. Kemi bërë goxha eksperiment me Sali Berisha, me Diramën, boll me eksperimente. Pra ne duam njerëz që janë një klasë politike të padiskutueshme, të pastër dhe të ditur që çon vendin në destinacion. Me eksperimente jo. Nuk duam eksperimente, duam gjëra të sakta dhe ne kemi vite që punojmë për këtë ndërgjegjësim, nuk e kemi bërë për interes personal, kemi bërë thjesht për dignitetin tonë dhe të shqiptarëve. Dhe aty duhet të shkojë, pra vërtet ne kërkojmë rindje të vërtet. Dhe ajo bëhet me njerëz të ditur dhe të ndriçuar, jo njerëz që shiten dhe blien për 24 orë. Me drejt. Mirë, unë ju falenderoj për këtë intervistë nderuar, ndoshta do të kemi mundësi edhe herë të tjera duke parë dhe zhvillimet që do të ndodhin, do të jemi përsëri në studio. Ju falenderoj që morët pjesë nga Franca, gjithashtu falenderoj edhe Vlonjatin, avokatin nga Vlora. Edhe ja kalofshi mirë. Edhe fitore poshtë diktatura. Poshtë diktatura patjetër, sepse jemi në një diktaturë, super diktaturë. Rraf Shqipëria. Është koha që qeveria të jap dorëheqjen dhe vendit kaloj në zgjedhje të reja pakta politikanë. Po, ajo nuk diskutohet. Unë falenderoj avokat që ishe pjesë e këtij paneli dhe na dhe mendimet tuaja në lidhje me zhvillimet dhe me ngjarjet në Vlorë, por edhe me zhvillimet e tjera në Shqipëri. Mirë, do të ndajemi këtu dashur miq, që është rasti të falenderoj dhe ju për ndjekjen. Do të jemi përsëri në emisionet e ardhshme. Deri atëherë kalofshi sa mirë dhe mirupafshim.